Duhet nisemi nga prezumimi pafajësisë. Pra, çdo kush është i pafajshëm përderisa nuk ka një vendim të plotfuqishëm të gjykatave të gjitha shkallët. Rasti që po flasim është si rast shumë i rëndë, është një atak kundër shtetit. Mirë, po për momentin, përveç interpretimeve publike, mediale e tjera që po e kualifikojnë dhe po ndërlidhin me vepra të radikalizmit apo ekstremizmit apo edhe terrorizmit, kjo për momentin e nuk mund ta marrim si të qëndrueshme, sepse zyrtarisht komunikata e Policisë Republikës Kosovës ata i ngarkon me dyshimin se kanë kryer vrasje të rëndë sipas nenit 173 paragrafi 1.1.9 i Kodit Penal të Republikës Kosovës. Pra, vetëm për vrasje të rëndë, në bazuar në nenin 31 që është në bashkëkryerje. Pra, prandaj nuk po heton Prokuria Speciale e Republikës Kosovës, sepse në qoftë se do të kishte vepër penale të terrorizmit, atëherë automatikisht do të kualifikohej në kapitullin e veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë publike të Republikës Kosovës dhe do të kalonte automatikisht në kompetencë të Prokurisë Speciale. Po janë shumë instanca të cilat e orientojnë andej, të cilat e orientojnë, po. Natyrisht. Po, janë shumë instanca